Allahu Xhelal ka disa të drejta mbi ne. Për shembull, namazi është një drejtë e Zotit. Agjërimi është një drejtë e Zotit. Dhënia e zakatit është një drejtë e Zotit dhe një drejtë e njerëzve. Kryerja e haxhit është një drejtë e Zotit. Nëse ne i praktisim këto vepra, të cilat janë detyrim për çdo musliman dhe për çdo besimtar, atëherë kemi bërë një gabim, kemi bërë një mëkat dhe duhet ta kompensojmë të qoftë me pendes. Ndërsa lloji i dytë i gabimeve janë ato gabime të cilat kanë bëjnë në relatat ndërmjet njerëzve. Për shembull, nëse ke dëmtuar pasurinë dikujt, nëse ke folur keq për dikën, nëse ke shpifur për dikën, nëse ke përgojuar dikën, këto janë mëkate të cilat duhet edhe t'i pendohemi Zotit të gjithësisë, duhet të shkojmë t'i kërkojmë falje personit të cilët e kemi lënduar. Ka dhe mëkate të tjera të cilat kanë të bëjnë me familjen. Shkëputja e lidhjeve farafisnore, mos respektimi i prindërve, mos përkushtimi ndaj bashortës dhe ndaj fëmijëve, të gjitha këto janë detyra që ne duhet të kemi parasysh dhe braktisja e tyre, mos kryerja e tyre na çon në mëkat. Ndonë se shpesh nuk i vërejmë, çdo ditë bijem në gabime. Ato na bëhen pjesë e përditshmërisë, një rutinë vetëdijshme që rëndon shpirtin. Një nga mëkatet më të zakonshme sot është thashethemi, i cili mund të duket i parëndësishëm, por në të vërtetë është një plagë që lëndon zemrat dhe shkatërron marrëdhëniet mes njerëzve.